Franca po përgatitet të shpërndajë një manual mbijetese për çdo familje për të ndihmuar qytetarët që janë të përgatitur për kërcënime të mundshme, përfshirë konflikte të armatosura në territorin francez. Ky manual 20 faqesh synon të rrisë qëndrueshmërinë e qytetarëve ndaj krizave të ndryshme, duke përfshirë fatkeqësitë natyrore, incidente teknologjike dhe kibernetike, krizat shëndetësore si COVID-19 dhe sulmet terroriste. Zëvendësja e kryeministrit konfirmoi se broshura do të përfshin këshilla praktike për mbrojtjen e vetes dhe të dashurve gjatë vizitave gjatë situatave emergjente. Manuali do të ofrojë informacion mbi kontaktet e urgjencës, përdorimin e kanaleve radio për informacion të besueshëm dhe udhëzime për sigurinë në rast të një incidenti bërthamor. Në përmbajtjen e tij do të përfshihet edhe lista e një kompleti mbijetese ku rekomandohet sigurimi i ujit të pishëm, ushqimeve të konservuara, baterive, elektrikëve të dorës dhe ilaçeve të nevojshme si paracetamol dhe solucion fiziologjik. Ky plan është një linjë në përditësimet e fundit të broshurave të ngjashme në Suedi dhe Finland, të cilat ndihmojnë qytetarët të përgatiten për kriza të ndryshme. Nëse miratohet, manuali pritet të shpërndahet në të gjithë vendin përpara sezonit veror.